Ne vim në përfundim që të dytë, pra edhe baba, edhe djali, kanë arritur në formën e njëjtë që të përfitojnë para nga BSK-ja. Operacioni zhvillohet edhe në zonën e Gjilan. Caqet në Gjilan janë të shumta. Hetimi edhe në Gjilan mbështetet nga 2 prokurorë të cilët kanë udhëtuar nga Prizreni. Ne kemi 3 lokacione të Gjilan dhe jemi ndonë në 3 grupe. Në një lokacion të kemi 2 persona që duhet me u shoqëruar për stacion, gjithashtu në lokacion 2 lokacione tjetër është një person i gjinjës kamerore, i gjinjës mashkullore. Dhe sipas kërkesës aty sigurisht. Po, ç'to këna Dhe është mirë që ekipet janë të gjithë këto, një gracionish për një sinjal në video për mënisë. Kështu që koha po duket që është pak e vështirë, por megjithatë jemi në lokacionet që i kemi të gjitha afër, janë të identifikuar të gjithë lokacionet. Dhe kështu që sa i përket, anës tonë është gjithçka për rregull. Po se që kanë shkuar. Se nuk ka problem me gati, për me shku, për në momenti që shkojmë aty, domethënë mu kyçe pruat materiale. Domethënë që kyçe për procedurën, të më marr. Po, për të gjitha ekipet, sidomos çështjet e ekipeve përgjithëse janë mjaftuar për dokumentet e cilat kanë më kontrolluar. Arritëm që të arrestojmë njërin prej të dyshuarve, për të cilin e kishim edhe urdhër kontrollin, ndërsa personin e dytë nuk arritëm që të hosim, e për të cilin ne do të vazhdojmë që të gjejmë sa më shpejt. Po, në bazë të provave që ne i disponojmë, respektivisht transaksione bankare, ne vim në përfundim që të dytë, pra edhe baba, edhe djali, kanë arritur në formën e njëjtë që të përfitojnë para nga BSK-ja. Prokurorët e pas parasysh faktin që një numër i lartë i qytetarëve janë të identifikuar për shkaktim dëmtim pra të buxhetit, vlera të mëdha të parave. Çka do ndodhë? Cila do të jenë masat që ka me ndërmarrë prokuroria në lidhje me këtë rast? Problemi hapa fillestar ka bërë bllokimin e llogarive bankare të secilit prej dyshuarve, të cilët po jetohen nga ana prokurorisë për veprat penale, keq shpërdorim i besimit, keq shpërdorim autorizime në ekonomi dhe për veprat penale falsifikimi e dokumenteve. Sa është e rëndësishme prokuror me bon ngrirjen e llogarive në këtë fazë? Ngrirja e llogarive bankare është me rëndësi shumë për arsye për mos të rresht të hollat nga të dyshuarit, të cilët dyshuan që kanë përfituar të përfitime të majme ku dëmtimi i buxhetit është bërë rreth mbi 1 milion euro.